besnikëria e vezirit indian. Një mbreti nga ata të Indis ju dhuruan veshje shumë të bukura për gratë nga një vilajet i mbretërisë. Ai urdhëroi vezirin që t'ia sjellin gratë që secila të zgjedh nga ato veshje të bukura, atë që i pëlqen edhe i përshtatet. Gratë erdhën edhe mbetën të shtangura para rrobave aq të bukura, të qëndisura dhe të stolisura. Njëra nga gratë ngriti shikimin dhe pa vezirin në sy, sikur donte t'i marrë një mendim se cila nga rrobat ishte më e bukura. Veziri e kuptoi dhe me pisht të syrit i tregoi për njërin nga veshjet. Këtë gjest e kapi menjëherë mbreti, të cilit nuk i shpëtoi shkelja e syrit të vezirit. Megjithatë mbreti nuk e shfaqi atë që vuri re, edhe nuk tha asnjë fjalë. Edhe veziri e kuptoi që mbreti e vuri re dhe ju pre fytyra. Si t'ja thoshte mbretit që shenja me sy nuk përmbante asnjë qëllim të keq përveç faktit që donte t'i tregojë se cilën veshje të zgjidhte njëra nga gratë e tij. Pasi u mendua gjatë, nuk gjeti zgjidhje tjetër, veçse të hiqej sikur ka problem në sy, të cilin filloi ta mbyllë dhe ta hap më shpejt se tjetrin, gjoja se e kishte problemin syri. Kështu ministri i gjor jetoi kush e di se sa vite në këtë gjendje, duke e hapur dhe mbyllur më shpejt njërin sy, për të treguar se kishte një defekt sa herë që dilte para mbretit. Kjo gjë ju shëndrua në ves me kalimin e viteve. Kur mbretit i erdhi vdekja, kërkoi djalin e tij, trashëgimtarin e Fronit, dhe i tha: "O bir, mbaje pranë këtë vezir, pasi ka 40 vite që kërkon ndjes për një gabim që ka bërë."